Përshëndetje, në episodin e radhës të podcastit ajo, sonte kam të ftuar një njeri shumë të veçantë për mua, personalisht, besoj që edhe për juve. Ajo ka eksploruar shumë disiplina, gjithmonë brenda artit, artit skenik dhe artit kinematografik. Ka një veçori shumë të madhe, së bashku me të, unë kam nisur rrugtimin që përpara 30 vitesh, dhe nëse ka një njeri të cilin unë mund ta them me gojën plot që e njoh në të gjithë spektrin dhe dimensionin e saj, është e ftuara e sotme. E ka nisur si aktore, më pas ka vijuar si regjizore televizive. Më pas eksploroi regjinë e teatrit. Më pas vijoi aktrimin në kinema. Më pas, ajo vijoi të ishte pedagoge në Universitetin e Arteve në degën e regjisë së filmit. E ftuara sot është Suela Bako. Faleminderit. Në le pa tekst. Pyetja Suel është e para dhe ajo që gjithmonë ne kemi pasur me njëra tjetrën. Sa mund t'jesh e mirë, pra le të themi t'jesh njëri bashkëpunues, njëri gjithëpërfshirës, në një profesion që është kaq konkurrues. Të silem mirë me njerëzit është një gjë që më vjen shumë natyrshëm, nuk pas forcim fare, dhe është një gjë që në fakt kam pritur gjithë jetën të ndodhë edhe me mua. Dhe unë do marr ato që meritoj, fjalët e mira që meritoj. Nuk është e thjeshtë edhe shpesh përballem me të kundërtën. Nuk është se ndonjëherë më kanë luftuar direkt apo më kanë thënë fjalë të këqija, por thjesht nuk më kanë mirëpritur gjithmonë. Dhe nga që kam vuajtur paksa këtë mungesë mirëpritjeje apo një lloj pabesie që shoqëron ambientet tona, sidomos televizioni ku kam punuar për shumë vjet, një lloj gjëje që ndodh poshtë tavolinës, që s'më pëlqen fare, dhe përpiqem mos të kem gjëra poshtë tavolinës për askënd, të jem e drejtë për drejtë aq sa munda. Kjo mbase ma ka shtuar dëshirën për të qenë transparente, drejt për drejt, edhe e vërtet në atë vlerësim që unë kam për personat caktuar që nuk e kursej. Suela, sa i rëndësishëm është profesioni në jetën tënde? Pra, nëse do kishe mundësi të bëje zgjedhje të tjera, do e kishe bërë një zgjedhje tjetër në jetë? Ke ndonjë pishman të profesion? Rrugtimi im ka filluar si aktore me ëndra shumë të mëdha si aktore, dhe me thënë drejtën me një besim që nuk e kam humbur as sot, që po, unë besoj që vlej në atë fushë edhe që kam shumë për të eksploruar edhe për të treguar botës shqiptare ose jo. Mendoj që s'ka ardhur akoma momenti apo hapësira për të shprehur aq sa unë pretendoj që kam si aktore. Nuk e kam hequr shpresat akoma, por thjesht tashmë jam e bindur që ajo do të vijë, është masdera, fal edhe projekteve të fundit, mbase që ma kanë rritur besimin, fal edhe faktit që nuk kanë qenë thjesht projekte dhe disa role më shumë, por kanë qenë disa role të realizuara mirë, më shumë, dhe kjo bën diferencën. Unë e lash aktrimin jo se zgjodha, po sepse duhet të mbijetoja në një vend si Shqipëria në 99-ën, 2000-shin, kur e vetmja gjë që funksiononte ishte televizioni. Dhe për të siguruar bukën e gojës, kaq e thjeshtë është, nuk është s'ka nevojë për të thënë me fjalë të tjera, unë duhet të punoja dhe puna e vetme që mund të bëja në ato kohë të paktën që ishte, nuk mund të them e lehtë, por që ishte e aksesueshme, që ishte e mundshme për të bërë, ishte puna në televizion. Dhe po e ndjeja veten shumë mirë dhe thash okay, aktore nuk do bëhem, po do bëhem një regjizore e madhe, si Vera Gapocka. Ishte e plotësuar, domethënë të jep të kënaqësi. Jo e plotësuar, por e mbushja veten dhe jetën time profesionale kaq shumë sa nuk i lija kohë vetes që të mendoja për diçka tjetër. E plotësuar nuk kam qenë kurrë. Mbaj mend që kam bërë një projekt teatror me Ema Andrean kur sapo kisha lindur vajzën dhe kam qenë biles në Gji me të. Mbaroja punën në televizion orën 7 dhe nga ora 7 deri në orën 10 të darkës ishte edhe një hapësirë 3 orë mbante e pira e gocës që është shtynë me kamomil, pjesën tjetër kur atë e merr Uria. Unë bëja prova dhe kemi dhënë një shfaqje te Galeria e Arteve, kishin një grup që e donim shumë atë punë dhe atëherë nuk punoj për të fituar ndonjë para, atëherë punoj sepse ne donim të merreshim me teatr.
Dhe dua të them, më ka munguar dhe në hapësirat e mia kam gjetur hapësirë për të kthyer teatrit edhe për gjatë televizionit. Por duke qenë se punoja shumë, ndonjëherë më kapte ora 5 e mëngjesit, Dita natën ata që duhet të ditën. isha, dilja xhiroja, mund t'i kenë në përreth të xhiroja për të bërë specialet që nuk e lija në dorë askujt, po i mbaroja të gjitha vet. Montoja për gjatë gjithë natës, putesha në transmetim në orën 7 e mëngjesit deri në 9. Dhe kjo punë më bë kështu si rutinë, madje shtëpia ditën e diel pushim më dukej absurde, çfarë të bëj unë ditën e diel, ku dia unë të rija pushim. Pikërisht në momentin e bindjes sime që po ti po bën punë shumë të mira në televizion dhe mbase mund të kapesh një program të madh, mua më duhet të marr një ftesë pezullimi nga puna. Në fakt e kisha nuhatur që të bërit me 2 fëmijë për mua ishte bërë pak shqetësues në televizionin ku punoja, megjithëse unë kurrë nuk kisha munguar, edhe pse kisha një fëmijë, edhe pse isha shtatzane, edhe sepse ditën që kam lindur me të 2 fëmijët kam qenë duke xhiruar, edhe pastaj kam ikur në maternitet. Prap diçka lëvizi në një lloj kështu ideje që mos tani me 2 fëmijë nuk do punoj dot kështu. Kjo është justifikimi më i butë dhe më i ëmbël që unë mund të gjej për të thënë. Si e ke përjetuar? Megjithëse kisha nuhatur, ashtu siç ndodhi me vajzën, pa bërë 40 ditë që kisha lindur, kur isha me gji edhe me djalin, shkoj të them që unë do kthehem në punë, sepse kushtet ekonomike, kredia që kisha, nevojat familjare nuk më lejonin që të shkëputesha nga puna. Pse? Sepse unë nuk kisha leje lindje të paguar, sepse edhe në qoftë se do kisha leje lindje do të ishte me një rrogë minimale, që atëherë ishte një shifër që nuk dilte as për pelenat, dhe do kthesha në punë. Në një takim marr lajmin që emisioni ishte pezulluar për një kohë pa fat deri në një njoftim të dytë, sepse sponsori ishte tërhequr. Nuk e di se si nuk më ka lënë xhiri, që thuhet, nga shqetësimi i madh që kam përjetuar të humbasësh punën pa justifikim për një njerëz si unë, që punoja 20 orë në 24. Nuk kam prishur kurrë fjalë me askënd. Dhe vërejtja e vetme që më tha ishte pikërisht kjo, është absurde, po ti nuk di ti biesh një herë deres edhe të më thuash që ky se bën punën. I ke hyrë një fushë, e cila është një fushë goxha e vështirë, do thosha, në shumë aspekte, në shumë dimensione, që është regjia e filmit. Për çfarë ke qef flasësh ti në kinema? Dhe cili është ai zë i munguar, sidomos në kineman shqiptare, për të cilin ti mendon se kinemaja që me cilën ti do merresh do e pasuroj atë, do japi një vlerë të shtuar. Kam filluar të mendoj këto kohë në lidhje me po çfarë do sjell unë që se ka thënë dikush tjetër. Dhe kam përshtypjen që do sjell atë pjesë të jetës time që në fakt është e vërtet, e ndershme, e drejt për drejt, e pa lustruar, dhe në qoftë se jam në kërkim të diçkaje, jam pikërisht në kërkim të kësaj të vërtetet, asaj të vërtetet që ne ndonjëherë e mbyllim në shtëpi, ose ndonjëherë e nënvizojmë. Cila është kjo e vërtet, Suel? Marrëdhëniet familjare, marrëdhëniet me veten, edhe ato marrëdhëniet me fëmijët që ti përmenda, por nuk është e thjesht të flasësh për gjërat që ty të kanë shqetësuar, që kanë bërë kjo që je sot, të ngresh zërin ose mos ta ngresh zërin. Secili prej nesh ka frustrimet e veta në jetë që fillojnë që nga fëmijëria, dhe kjo s'është asgjë e pa njohur dhe e pa ditur, dhe në këtë bluajtje të hershme të gjërave që kanë frustruar që prej fëmijëria, të atyre marrëdhënieve që s'na kanë lënë mbase të ngrem zërin sa ç'duhet, të hapemi sa ç'duhet, apo të disa gjërave duhet bërë kështu se kështu është mirë, që tashmë unë jam kalcifikuar si e tillë, unë nuk pres nga vetja që nesër mos them që është mirë, kështu është, sepse kështu është mirë. Kështu ka thënë IMM, kështu ndodh në familjen time. Pra ti je nështruar të realiteti. Edhe kinemaja për ty është një terapi për ta kapërcyer këtë. Është edhe terapi. Jo, nuk është terapi, nuk e shoh kështu, por është edhe terapi. Unë
përpara historisë që ne do të bëjmë film bashk, kam një histori tjetër në mendje që me ndihmën e Zotit edhe të fatit do jetë filmimi i dytë. Dhe që është diçka personale, një histori personale të cilën nuk kam shumë nevojë ta ndaj dhe ta eksploroj dhe ta zbërthej dhe të çlirohem vetë nga një brengë e hershme. Por rrugës kam kuptuar që e gjithë historia për të cilën ne po flasim se të bëjmë një film është tejet e thjesht, por aty janë të gjitha fijet të cilat më kanë bërë mua kjo që jam sot. Dhe që unë kam nevojë të shprish ndonjëherë. Ti shprish, ti hap të gjitha, ti shoh përpara meje dhe të them që okay, si do të ishte po mos ishte kështu. Pra, le të Dhe kjo ka të bëjë me terapinë. Kinemaja është një katarsis sa personale që dhe kolektiv? Absolutisht që po. Dhe kjo ka të bëjë me mua, por çfarë i intereson kjo audiencës? Ajo që intereson audiencës është që unë mendoj që secili prej nesh, sepse unë nuk jam një rast i veçuar, unë jam një familje krejt normale në mes të Tiranës, mendoj mesatare, nuk mund të them familje, nuk vi nga një nder tejet intelektuale, as një nder tejet e pasanikësh apo pelirësh apo ku diun, por një familje e cila ka punuar gjithë jetën me ndershmëri, madje parët e mi kanë ardhur në Tiranë, babai nga Çamëria, mamaja nga Korça, kanë sjellë me vete kulturat e tyre që janë bërë bashkë edhe që jemi ne. Dua të them, është një familje që besoj që e përfaqëson 70% të shoqërisë shqiptare sot. Këtë dua të ndaj me audiencën. Ç'a mendon për shoqërinë shqiptare? Domethënë si e shikon ti si autore shoqërinë shqiptare? Cilat janë ato gjëra që ti i vlerëson apo mendon që duhen ndryshuar apo që janë pengesa shumë të mëdha në zhvillimin e shoqërisë? Vajza jote nuk studion në Shqipëri, me siguri që dhe djali mbasi të mbarojë gjimnazin nuk do studiojnë në Shqipëri. Dhe këto janë disa akte që prindrit i bëjnë si një akt rezistence ndaj shoqërisë apo ndaj gjërave që nuk bien dakord. Pra, çfarë mendon ti për shoqërinë shqiptare, përtej fjalëve të rrumbullakosura apo fjalëve në përgjithësi, konkretisht? Ti si Suela, me veprën tënde si autore, çfarë do doje të thoshe me veprën e cila do duhet të linte një gjurmë apo një dëshmi të një momenti të caktuar, të një katarsisi kolektiv apo të një reflektimi kolektiv për të thënë që ndoshta kështu nuk mund vazhdohet më. Cila do ishte ajo gjë që ti do e veçoja? Duke qenë se prej disa vitesh jam duke përjetuar një lloj gati izolim social, dua të them unë punoj, bëj 3-4 punë, vrapoj, takoj njerëz, por ndihem e izoluar. Nuk ndihem as pak interaktive me ata që më rrethojnë. Jam aty për aq kohë sa jam me ta, pastaj kur shkëputem nuk jam më askund. Jam në shtëpinë time, në atë folen time dhe më shumë se kurrë më duket sikur ajo është strofkulla. Është mekanizëm mbrojtje, ky është një mekanizëm mbrojtje. Ku jam e shpëtuar, ku jam mirë, ku jam rehat, ku s'do ma prishi qetësi njeri. Dhe nuk është se më pëlqen, nuk është se e kam zgjedhur. Ka ardhur, më ka zgjedhur, nuk e di kur ndodhi, si ndodhi, po në këtë lloj izolimi që e shoh si një shqetësim shumë të madh, sepse mendoj që nuk jam e vetmja. Mendoj që dhe nuk ka të bëjë vetëm me moshën. Unë këtë e shoh ke vajza, e shoh ke shoqet e vajzës. Ka një lloj atomizimi të shoqërisë. Shoqëria është atomizuar. Ka një lloj ngurtësimi, rrjetet sociale, smartphone-at kanë kontributin e tyre në këtë izolim. Po të na shohësh pak ndonjëherë të duket vetë as kur jemi të inkorporuar në një telefon smartphone dhe jemi si ca gjërat e ftohta që kalojmë pa ndërvepruar me njëri tjetrin. Sa i rëndësishëm është profesioni për ty, Suel? Është gjë më e rëndësishme profesioni për mua. Dhe është më e rëndësishme se familja, është më e rëndësishme se fëmijët? Jo, në këtë jetë më të rëndësishme se fëmijët nuk ka. Okej. Jo, meqense the as nuk e çoj në përmend. Për te fëmijëve, edhe profesioni është një arsye pse jemi izoluar. Mbase
këto vitet e fundit, mbase profesioni ka nevojë që ti t'jesh izoluar, mos kesh kontakt me botën. Nuk është gjë e mirë, sepse është pak paradoksale. Ti ke nevojë për botën, të marrësh lëndën e parë nga bota dhe pastaj duhet të izolohesh dhe të shkruash apo të mendosh apo të krijosh apo të ideosh mbi këtë botën që morë lëndën e parë. Por ama të izolohesh. Çfarë të bën të lumtur, Suela? Çfarë është një gjë që ty të bën të lumtur? Mua më bën të lumtur teatri, mua më bën të lumtur filmi. Mua më bën të lumtur një gjë. Kur i shikon, je si audiencë apo je protagoniste, je aktore, regjizore? Mua procesi i krijimit më pëlqen shumë. Mund ta përkufizosh çfarë është krijimi për ty? Si është procesi i krijimit? Të harrohesh. Domethënë në momentin që unë po bëj një gjë që e quaj të rëndësishme, që s'di të vë një emër tani, unë harrohem. Thjesht ka kaluar një kohë gjatë dhe unë nuk e di që jam në këtë botë. Dhe për mua kjo është një lumturie. Transcendental. Po, pra ti ke është nevojë, është një shkëputje nga. Nevojë t'ikësh. Po, kam shumë nevojë dhe në momentin ditën e parë që unë kam mbaruar një projekt, është mungesa e lumturisë është gjëja e parë që më vjen në mend tani ta përkufizoj, për mos me thënë gjendje kështu depresive dhe budalliqe të këtij tipi, por madje është një lloj paniku që po tani që erdha me këmbë në tokë. Po tani që duhet të mendoj për të larë të shtëpinë që se kisha larë për një javë, se s'kisha kohë as ta shifja perdet, duhet të takoj këtë, kam lënë pa bërë atë, domethënë të ardhurit me këmbë në tokë, në thojza se me këmbë në tokë jemi nga mëngjesi darkë, po në këtë kuptim nuk më pëlqen. Më duket çlirim shumë i madh dhe fat shumë i madh të kesh një punë që të thith kaq shumë sa ti të humbasësh nga këto gjërat e vogla, le të themi, të jetës përditshme. Nëse do duhet të zgjidhje një nga disiplinat me të cilat ti, le të themi, ushtron aktivitetin tënd artistik, cila do ishte ajo që do e zgjidhje pa asnjë dyshim dhe pa asnjë dilemë? Sabin, unë kam aktrimin, një gjë e cila nuk di ta shpjegoj çfarë ndodh fare, dhe por di që gëzimi që më jep për të menduarit e një roli dhe procesi i shndërrimit sidomos e kam mënyra ime e të konceptuarit e aktrimit është ke shndërrimi, nuk është s'ka qenë kur diçka tjetër, ke fakti që ti bëhesh dikush tjetër, ti jeton si dikush tjetër. Dhe mbase kjo është arsyeja fillestare pse e dua këtë profesion dhe arsyeja që do më shoqëroj gjatë gjithë jetës. E kemi bërë shpesh këtë debat. Dhe ta elaboron këtë mrekullinë e shndrimit, do të çfarë ndodh me juve në këtë proces shndrimi, metamorfoze? Nuk e di çfarë ndodh, mbase tani po e mendoj si të tillë, mbase është një lloj mos plotësimi nga gjërat e tua, nga jeta jote, nga mjetet e tua, nga rutina, nga njerëzit që të rrethojnë, dhe ti ke nevojë prap jemi ke kjo të dalurit nga realiteti. Nga arratisja. Apo transcendencë. Arratisja më pëlqen. Arratisja. Është një arratit. Është një nevojë për të haruar gjithçka. Ndërmjet teatrit edhe filmit? Këtë do zgjidhja? Janë procese të ndryshme. Tashmë, domethënë nuk është kaq e ndarë edhe teatri, filmi, edhe si aktore në film, si aktore. Tani është thjesht ne jemi një instrument në këtë univers të madh që marrim, japim dhe në fund fare plotësojmë këtë instrument, nuk plotësojmë një pjesë të instrumentit, atë pjesën që mendon për teatrin apo atë pjesën që mendon për filmin apo që do të shkruaj një poezi që tashmë u bën kaq vite që nuk po shkruaj dot një poezi rrjedhshëm, siç e kam pasur një moment. Më thonë ata që shkruajnë që sepse po derdhesh gjetiu, domethënë krijimtaria aty është, po ti nuk po shkruan poezi, po bën diçka tjetër. Do të them është një mekanizëm. Unë tani më kam kuptuar që ne nuk jemi një individ që bëjmë disa gjëra. Jo, ne jemi një. Një që ka në këtë moment të mekanizmit të tij, të procesit të tij,
krijues, përderisa ai quajmë veten krijues, është duke bërë këtë gjë. Pak më vonë do bëj një gjë tjetër dhe i gjitha kjo i shërben në fakt një gjëje të vetme, misionet tim në këtë univers. Sula, e shikon veten mbas 5 vitesh, mbas 10 vitesh, cilat janë ato ëndra që ti do kesh plotësuar, kur e projekton këtë gjë, apo ke frikë të përballesh me këtë si me të ardhmen? Këtë vit, në janar, unë kam hapur një blog dhe kam mbajtur një shënim për gjërat që unë do të realizoj për këtë vit. Dhe jam afër atyre gjërave. Nuk e kam hapur, sepse dua ta lë veten akoma do ta hap kur të mbaroj viti. Po tani si duket që ka momenti që edhe unë të bëj një planifikim. Mendoj që është shumë mirë, por jeta ndonjëherë të përballet me ndonjë vështirësi e cila të kthen gjithçka përmbys. Dua të pyes për marrëdhënien tënde me Kaltrin, dhe jo si marrëdhënia jote si prind vajze, por marrëdhënia jote me Kaltrin si një, le të themi, qenie njerëzore, grua. Si është kjo marrëdhënie që ti ke me vajzën? Domethënë, a projektojmë ne tek fëmijët gjërat që neve nuk i kemi patur dhe sa e shëndetshme është kjo gjë në raport me ta? Megjithëse Kaltrin është tërësisht e shëndetshme, nuk kam asnjë lloj dyshimi, po si e lexon ti këtë? E kemi të gjithë neve në gjithçka që nuk e kemi realizuar. Mendoj që e kanë të gjithë prindrit. Unë kam pasur shumë të rëndësishme për Kaltrin derisa ajo u rrit, e kam kuptuar që është rritur kur ajo bëri 16 vjeç. Nuk kisha më pikën e frikës dhe merakut se sigurisht vajzë, kjo shoqëri që është, jo, sepse nuk e di pse, qenia e saj më bindi që ajo do të eci drejt dhe të paktën nuk do të kem dhe nuk do të ketë ajo shqetësime që ofron mosha shumë shpesh. Kush është gjëja që ti i ke thënë, porosia, që ti i ke lënë Kaltrinës gjatë gjithë kohës? Cila ka qenë fjala kyçe me cilën ti e ke rritur atë? Unë nuk ja kam thënë Sabin Kaltrit asnjëherë, por për mua ka qenë shumë e rëndësishme dhe këtë dua ta them fort, që fëmia im, vajzë, atë djalë sigurisht, që pa flasim për vajzën, të mos kalonte ndonjë traumë në rritjen e saj. Që ajo duhet bëhet patjetër dikushi. Nuk është se gjërat vijnë të gatshme, ne përpiqemi shumë të realizojmë gjërat dhe kjo përpjekje në fakt nuk jam aq egoiste sa të them që është përpjekja ime, jo. Përpjekja është dypalshe. Është dhe përpjekja e Kaltrit, është dhe ambicia që ajo ka pasur, kërkesat që ka pasur ndaj vetes, të cilat unë vetëm i kam ushqyer. Unë një gjë mund ta kem bërë, mund të jetë gabim i madh, mund të jetë dhe gjëja më e mirë që kam bërë me fëmijët, me të dy, që unë nuk i kam lënë kohë të lirë kurrë. Domethënë, që 3 vjeç që gjysmë vajza ka bërë balet, dhe unë nuk është se kam pasur kurrë dëshirë që ajo të bëjë balerinë, por kam pasur gjithmonë dëshirë që ajo të mos ishte kaq burrore sa jam unë, i them vetes, nuk e quaj veten në një kështu delikatesë të madhe, elegancë të madhe, dhe kam pasur ëndër që ja kështu siç rriti për shkakun kështu bukur. Dhe kam pasur shumë qef që ajo të ishte delikate, pak franceze. Po ti e di që unë jam fare delikate. Po të paktën kështu si jashtë. Kështu duket. Kaltrit për diçka duhet i shërbyer ai baleti, ka bërë 7 vjet balet. Mbas baletit e futëm në basketbol sepse ajo u zhvillua dhe na doli jashtë parashikimit me peshën e një balerine dhe ka veshur një puante, ndërkohë që këmba i vajti pak e madhe, nuk po e them numrin e këmbës tani. Dhe ajo prap bëri për hatrin tim, bëri një vit balet dhe më thoshti që unë nuk bëj dot, për një vit edhe pak dhe e kam shtyr gjithmonë drejt kësaj. Eksplorimit vetes, mundësive të ndryshme, së kohës së lirë për të bërë gjëra budallishe, le të themi, atë që ne quajmë budallishe, në fakt mund edhe t'i kenë munguar sot, gjykoj që mund të ketë ca mungesa në kuptimin e kësaj kohës së lirë që duhet ketë pasur, po tani ka kohë të lirë boll. Dhe është një menaxhere e shkëlqyer e kohës së saj, ku di të bëjë edhe qef, di të kalojë edhe bukur, di të mësoj mirë dhe fort, di të jetë sociale mjaftueshëm, kështu që është e mrekullueshme Kaltri. Si përfundim unë nuk e gjeta fjalën e Mendoj që është kryevepra jote. Kaltri. Po. E ka të dy. Okej. Herë me si ka kohë ta vërtetoj, po kaq. Nëse e shikon veten nga sipër, Sula. Edhe kjo vetja që shikon nuk je ti, po është dikush tjetër. A mund
të më thuash një fjali të cilën do dohet t'ja thoje këtij personit që po shikon? Kam një problem të madh që jam kaq e kujdesshme dhe kur pastaj kaloj në anën tjetër jam totalisht e pa kujdesshme dhe pa frer dhe do kisha dashur shumë që këto të dyja të kishin një Unitet. po. Domethënë do kisha dashur që të kisha qetësinë e duhur për të thënë gjërat, edhe kur ato nuk janë shumë të ëmbla për të dëgjuar nga pala tjetër. Dhe të kisha mundësi të kisha frena kur të them në një gjë, se nga frika që s'kam frena, kjo më mbledh shumë. Pëlqen shumë ti vë emër gjërave të mira dhe të këqija tek personat me të cilët rrethohem dhe dua që të gëzoj ca nga ato të mira, t'ja vesh vetes time, por nuk është e thjeshtë, sepse Edhe unë do doja është shumë karakteriale, të ka kisha tema- butësinë tënde, të kisha këtë mirësinë pra, tënde. domethënë do ishte bukur, do ishte shumë bukur dhe përpiqem, mbase tani është rritja, nuk e di. Mbase jemi akoma në kohë për të thjesht për të pasur frena dhe për të pasur guximin për të thënë gjërat në mënyrë të drejtë për drejtë hapur. Është bukur që e ndam bashkë këtë episod. Ta di shumë për Faleminderit nder. shumë, më vlerësoj shumë vërtet. Ta di shumë për nder, sepse përtej faktit që mund të kemi konflikt interesi të drejtë për drejtë, por është mirë që neve t'japim hapësirë dhe të bisedojmë me njëra tjetrën në mënyrë të sinqertë ashtu si vetëm ti di. Faleminderit shumë. Faleminderit.